Momenti që përmend nga finalja e Big Brother duket se ka prekur shumë njerëz dhe nuk është çudi pse reagimi ka qenë kaq emocional. Ja një shkrim i gjatë që mund ta përdorësh. Në natën e finales së Big Brother, një nga momentet më të forta dhe më prekëse erdhi nga rrëfimi i Rogertit. I pyetur nga një gazetare se çfarë do të bënte me çmimin e madh nëse do të fitonte, përgjigjja e tij la pa fjalë jo vetëm të pranishmit në studio, por edhe publikun që po e ndiqte nga shtëpia. Ai u shpreh se të gjitha paratë do t'i depozitonte në një llogari bankare në emër të djalit të tij. Deri këtu, përgjigjja mund të dukej si një gjest i bukur prindëror, por ajo që pasoi e ktheu këtë moment në një nga më të dhimbshmit e spektaklit. Me një qetësi që fshete një peshë të madhe emocionale, Rogerti tha se ai vetë kishte vetëm edhe 5 vite jetë. Në atë çast, atmosfera ndryshoi krejtësisht. Banorët mbeten të shtangur, disa nuk arritën t'i mbajnë lodët, ndërsa publiku u përfshi nga një ndjenjë e thellë trishtimi dhe empatie. Fjalët e tij nuk ishin thjesht një deklaratë, por një dëshmi e një realiteti të vështirë që ai po përjeton, dhe njëkohësisht një shprehje e dashurisë së pakushtëzuar për djalin e tij. Ky rrëfim me zhveshi spektaklin nga dimensioni i tij argëtues dhe e solli në një nivel shumë më njerëzor. Në një garë ku shpesh dominojnë strategjitë, debatet dhe konkurrenca, ky moment rikujtoi se pas çdo banori fshihet një histori personale, shpeshherë e mbushur me sakrifica, dhimbje dhe dashuri. Vendimi i Rogertit për të menduar për të ardhmen e djalit të tij, edhe për te jetës së tij, është një akt që prek thellë çdo prind dhe çdo njeri. Ai tregoi se, pavarësisht gjithçkaje, prioriteti i tij mbetet mirëqenia e fëmijës së tij. Kjo deklaratë do të mbetet gjatë në kujtesën e publikut si një nga momentet më të sinqerta dhe më të forta emocionale të këtij edicioni. Ajo na kujton të gjithëve sa e brisht është jeta dhe sa e rëndësishme është të duam dhe të kujdesemi për njerëzit tanë, sa kohë që i kemi pranë.